Përshëndetje për të gjithë dhe mirë se erdhët në Loyola Lingua Lab. Unë jam Dion Luma dhe sot kam nderin që ta kem mysafir profesor Jasmin Jusufin. Fillimisht përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Fillimisht ta njohim se kush është profesor Jasmin Jusufi. Profesor Jasmin Jusufi është gjuhëtar dhe pedagog në Universitetin e Prizrenit Ukshin Hoti, i specializuar në shumë gjuhësi, politika gjuhësore dhe anglishtën për qëllime specifike. Ndër shumë punime dhe publikime të ndryshme, është autori i hulumtimit Shumë gjuhësia në Prizren, përdorimi i gjuhës dhe politika gjuhësore, që ndërlidhet me temën tonë sot. Profesor Jusufi, kënaqësi të bashkëbisedoj me juve sot. Kënaqësia është e imja. Fillimisht po filloj me një pyetje të parë, e cila është: prof, siç e dini, Kosova përmendet shumë si vend shumë gjuhësh. Çka e bën këtë veçantë që na dallon edhe si shtet, po edhe si popull në përgjithësi? Po, kjo është faktike, do me thënë që Kosova është vend shumë gjuhësh ose multilingual, edhe ne si popull mendoj që duhet të jemi krenar, sepse kjo është vlerë për vendin tonë. Për më tepër, unë mendoj që Kosova, ose ne duhet të jemi krenar, ose Kosova është në këtë drejtim shumë më përpara së krahasuar me disa vende evropiane. Zakonisht, në vende legjislacioni i paraprin situatës gjuhësore. Për shembull, sillen ligje ose konventa të ndryshme për përdorimin e gjuhës. Edhe pastaj ajo zbatohet. Ndërsa në Kosovë ka qenë shumë e lehtë kjo, për dallim nga shumë vendet, madje edhe vendet brenda Komisionit Evropian, ku situata aktuale në terren, shumë gjuhëshe, i ka parapri legjislacionit. Që do me thonë, shumë më lehtë ka qenë që të bëhet legjislacioni për gjendjen aktuale që është. E dim na, do me thonë, që shumë gjuhësia ose përdorimi i gjuhëve është i garantuar në shumë dokumente. Prej dokumente më të rëndësishme është Kushtetuta e Republikës së Kosovës, ku thotë që janë dy gjuhë zyrtare kryesore, do të thotë është gjuha shqipe dhe gjuha serbe, apo. Ndërsa, varësisht prej numrit të popullatës në për komunat të ndryshme, është një prag që përmendet prej 5%, atëherë nëse një komunitet do thotë të kalon këtë 5% në komunat saktuara, bëhet gjuhë zyrtare. Mirë po, kemi raste kur edhe komuniteti për shembull është nën këtë përqindje, është nën 5%, të zëm komunën e Prizrenit, prap gjuha turke, edhe pse është, domethënë, komuniteti nën 5%, gjuha turke përdoret si gjuhë zyrtare në nivelin lokal. Faleminderit shumë. Sa ndihmon njohja e disa gjuhëve që njerëzit të kuptojnë më mirë me njëri tjetrin? Siç e dim na, fillimisht e mësojna këto edhe në shkollë që duhemi me të vërtetë sa më mirë që i njohim gjuhë të ndryshme, aq më lehtë kemi me pas komunikimin, po çka kishte me qenë diçka më specifike lidhur me këto që kishit veçuar? Unë e kisha nisë këtë përgjigje në familjen time, po besoj edhe në familjet e juja, gjithmonë na kanë thënë që sa më shumë gjuhë që din, më shumë vlen. Apo përveç komunikimit që e përmende lehtësimin në komunikim, kur njohim shumë gjuhë, janë edhe disa tipare të cilat ndikojnë edhe na formsojnë neve si personalitet. Shumë studiues mendojnë edhe është vërtetuar që njerëz që flasin shumë gjuhë, që janë bilingual, njohin 3 gjuhë ose më shumë, më lehtë integrohen në shoqëri, janë më mendje hapur, kanë më pak predispozita që të jenë diskriminues, integrohen më lehtë në shoqëri, janë më të socializuar, do të socializohen më lehtë, edhe janë edhe shumë besoj tipare tjera. Pastaj nëse përmendim, nëse thellohemi në fakt në aspektin tjetër tek puna e karrierës, të zëm. E dim që shumë konkurse, për shembull, ose vende pune kur hapen, e kemi edhe një pikë tjetër ku vazhdimisht thuhet që njohja e gjuhës angleze, të zëm, ose gjuhës gjermane, ose gjuhës lokale është përparësi, ose posaçërisht për specifikat e Prizrenit këtu, njohja e gjuhës lokale është e domosdoshme. Për shembull, nëse dëshiron të punosh në një biznes ku klientët do t'i kesh
nga komunitetet ndryshme, si do të shërbesh atyre. Absolutisht, do me thënë, përparësia të jesh shumë gjuhësh është shumë dimensionale, do të thoja. Faleminderit. A jemi duke shfrytzuar atë sa duhet shumë gjuhësinë në shkolla e institucione, siç e përmendit më përpara, në Kosovë me drejtën e kushtetutës janë garantuar 2 gjuhë kryesore, gjuha shqipe dhe ajo gjuha serbe. Po a vlen edhe në për institucione lokale siç janë dokumente zyrtare, komunat, universitetet e ndryshme që ja u mundsojnë edhe nxënësve prej komuniteteve, edhe personave që janë të komuniteteve, që ja garantojnë atë drejt sa i përket pjesës së gjuhës së folurit të tyre. Po, e përmendëm, do thotë në nivel shtetëror kemi 2 gjuhë, është gjuha shqipe dhe gjuha serbe, ndërsa në nivelin lokal, varësisht prej përbërjes së popullatës, komuniteteve që jetojnë në atë komunë, mund të kemi edhe gjuhë tjerë. Për shembull në Prizren na kemi gjuhën turke, gjuhën bosnjake, që janë gjuhë zyrtare, po nga viti i kaluar, nëse nuk gaboj, kemi edhe gjuhën rome që është gjuhë në përdorim. Apo? E tash, sa i përket arsimit, shumë gjuhësh, është e garantuar me kushtetut, edhe shkollat tona fillore ofrojnë mësim në gjuhën turke, bosnjake, shqipe, serbe, apo, sepse është një gjë e garantuar edhe është drejt elementare, edhe mendoj që si shteti Kosovës që jemi në këtë aspekt, në aspektin legjislativ kemi bërë shumë punë të mirë. Sa i përket, e tash një pyetje tjetër, mësimi shumë gjuhësh. Tash së fundi, ne në Universitetin e Prizrenit kemi filluar me një projekt ku dëshirojmë të integrojmë shumë gjuhësin, jo të jetë shumë gjuhësi paralele, sikurse që ofrohet tash. Kemi paralele që është në gjuhë turke, në gjuhë bosnjake, në gjuhë shqipe, të zemë. Po të ofrojmë programe ku studentët nga komunitetet të ndryshme do të mund ndjekin një program bashkarisht. Edhe kemi filluar me një projekt edhe kemi organizuar një punëtori javën e kaluar që ka qenë shumë e suksesshme. Kemi bërë intervistim të studentëve pas atij eventi, edhe vërtet do të thotë përshtypjet e studentëve kanë qenë jashtëzakonisht pozitive, do të thotë ju ka dhënë mundësi atyre që të mësojnë do të thotë prej njëri tjetrit, të mësojnë kulturën e njëri tjetrit dhe mendoj që kemi arritur qëllimin jashtëzakonisht shumë. Sa i përket, do thotë kjo ishte sa i përket arsimit parë universitar, në arsimin universitar, prap ne si Prizreni dhe si Universiteti i Prizrenit dallohemi sepse jemi vetmi universitet në Kosovë që ofrojmë mësim në shumë gjuhë. Apo pikë së pari në studimet në gjuhën shqipe, do thotë në gjuhën mësimore shqipe, programe studimore të ndryshme, gjuhë bosnjake, gjuhë turke, gjuhë gjermane, gjuhë angleze. Edhe besoj faktikisht si institucion duhet të lavdohemi me këtë, edhe kemi jashtëzakonisht përparësi kur e shpalosim këtë fakt në për nivelet ndryshme edhe në ministri e kështu me radhë. E kemi shumë gjuhësin, e kemi të trashëguar, jo që kemi bërë shumë, po jemi me faktikisht që kemi këtë situatë që e kemi. Legjislacionin e kemi në vend, po mendoj që edhe duhet të punojmë që ta kultivojmë, që ta mirëmbajmë edhe ta zhvillojmë. Do thotë, një prej ideve që këtë projekt që e përmenda pak më herët, do thotë, jo të kemi shumë gjuhësi paralele, po që të kemi shumë gjuhësi brenda klasave. Po besoj që kjo kishte me qenë edhe më e mirë për arsye se paragjykimet që i kanë shembull disa njerëz kundrejt një komuniteti kishte me i zvoglu në mënyrë drastike, se kishin me kuptu shumë më mirë njëri tjetrin, edhe kishte me qenë një mënyrë më e veçantë edhe të mësuarit në një gjuhë tjetër, po gjithashtu edhe kulturën e atij tjetrit, personit të komunitetit tjetër kishte me qenë shumë më e lehtë për perceptim edhe ato stereotipet që janë tek njerëzit të ulën dhe normalisht që themi na të rinjt jemi brezi të ardhmës, na do të mundohemi sa më shumë do të thotë me shpërndat tek brezat ton pasardhës që janë. Do të thotë, me të vërtetë është një gjë e mirë që në Universitetin e Prizrenit ekziston kjo, po falë edhe ligjeve që garantojnë Republikën e Kosovës, është një vlerë pozitive që mund ta kisha quajtur.
Po du më ndërlidh me këtë që thaje, studentët që kemi që vinë nga Prizreni, ata më pak janë të ekspozuar të ky fenomeni, ta them cultural shock. Apo? Po kemi studentë që vinë nga viset kur asnjëherë nuk kanë dëgju ndonjë student ose ndonjë gjuhë tjetër. Për shembull, nuk e kanë dëgju gjuhën bosnjake. Edhe menjëherë kur dëgjojnë bosnjakisht ata e asociojnë me gjuhën serbe. Edhe kanë një përshtypje negative. Apo kupton? Ose gjuhën turke. Edhe mendoj me këtë projekt që jemi duke realizuar momentalisht në Universitetin e Prizrenit kemi arrit faktikisht edhe ata që kanë një farë paragjykimi me u thy barierat faktikisht edhe me pa që është vlerë edhe pa marrë parasysh çfarë gjuhë flet ose nga vjen apo nuk janë kurfar etiketimi për ty, po është personaliteti yt që më vonë të klasifikon faktikisht çfarë person je. Normalisht. Pajtohem plotësisht me këtë ju, edhe ju dëshiroj shumë sukses edhe në të ardhmen për këtë punë të ri që jeni duke zhvilluar. Faleminderit shumë. Çka mund të bëjmë ne të rinj që shumë gjuhësia të mos humbet vetëm me fjalë, do thotë mos me mbet vetëm që është shembull një institucion shumë gjuhëfolës apo një grup shumë gjuhëfolës, por këto vetëm ka mbet ajo fjala shumë gjuhëfolës, po askush nuk e merr iniciativën që të bëjë diçka që të ndërmarr hapa për më të tjeshëm edhe hapa më konkret që shumë gjuhësia mos të rritet vetëm me një komunë apo me një lokalitet shumë të vogël. Po disa predispozita duhet të ekzistojnë që të ketë edhe shumë gjuhësi. Një prej predispozitave është dëshira, apo edhe tjetra do të mund të ishte për shembull konstelacioni i popullatës brenda një komune të zë. Në anën tjetër e kemi edhe legjislacionin i cili është në fuqi edhe që është shumë që ofron diskriminim pozitiv për shumë gjuhësi, të thoja. Të zëm në media është një formë e kultivimit të gjuhëve të pakicave edhe që mund të kontribojë në shumë gjuhësi. Momentalisht, unë jam duke punuar në një projekt që është evropian për rivitalizimin edhe mirëmbajtjen të gjuhëve që janë minoritare, po edhe gjuhë që janë në humbje të sipër, të thoja. E tash, ne jemi duke investiguar se çfarë rol mund të ketë media faktikisht të mirëmbahen këto gjuhë, po edhe të zhvillohen. Me ndërlidh me ty që të mirëmbahet edhe shumë gjuhësia. Momentalisht në radio televizionin e Kosovës, që është shtetëror, ofrohen programe në gjuhën e komuniteteve, për shembull në gjuhën serbe, bosnjake, janë programe caktuara. Mirë po në hulumtimin, në anketën që kemi bë me studentët, po edhe me qytetarë të lokaliteteve të ndryshme, kemi marrë përgjigje që do thotë po programi ekziston në gjuhën e tyre, që ndikon në kultivimin e gjuhës së tyre, mirë po është i limituar, është i kufizuar. Do thotë është vetëm brenda javës ose brenda ditës është një kohë e caktuar kur programet e caktuara transmetohen në gjuhën e tyre. Do thotë përkrahja e komuniteteve, ofrimi i programeve të ndryshme, themelimi i radiove të ndryshme ku ata do të funksiononin dhe do të kishin mundësi për shembull për promovimin e kulturës edhe gjuhës tyre. Mendoj që kjo do të ndihmonte shumë në zhvillimin, mirëmbajtjen edhe kultivimin e shumë gjuhësisë. Po, desha mund ndërlidh tek pjesa sa i përket pjesës që radio televizioni publik e Kosovës e mundson do të thotë programin shumë gjuhës. Edhe na si të ri që kena pas vrejtje kushtuar kësaj pjese është shembull ata me një ditë caktune, nëse llogarisim brenda 24 orëshit, ata e kanë një program gjuhësor brenda 2 deri në 2 orë gjys, i cili po mendoj që nuk është i mjaftueshëm për një komunitet caktuar. Shembull mund të ndodhë shembull nxënësi mund të jetë në shkollë, mund të mos e ndjek atë pjesën, mund të ikë një informacion i cili është i rëndësishëm, edhe ka vështirësi shembull me kuptu me një gjuhë tjetër, dëshiron në gjuhën e të folurit, gjuhën e nënës ta kuptoj, do thotë është një mangësi me të vërtetë jashtëzakonisht shumë e madhe. Po shpresoj që
kjo gjendje ka mu ndryshu fal reaktivizimit edhe të rive, po edhe njerëzve akademik që marrin do thot këtë iniciativë për me ndryshu, se në mënyrë nëse vazhdojmë të heshtim kështu, nuk ka me qenë një gjë e mirë për arsye se në fundi jemi të gjithë njerëz edhe i kena të gjithë drejtat e barabarta. Qofshim prej një komuniteti pakic apo një komuniteti shumic, sfundi jemi të gjithë njerëz të barabartë. E gjë e cila duhet të garantohet për gjitha komunitetet, sidomos për rajonin e Prizrenit e vrejmë që shembull në radiot lokale ka shumë pak radio sa i përket pjesës gjuhës bosnjake, gjuhës rome, gjuhës turke, ku edhe këto gjatë 5 viteve apo 10 viteve të fundit mund të them që kanë fillu mu aktivizu, po besoj që janë me të vërtet të mangëta sa i përket për transmetimin edhe për cilëdhjen e mesazheve që i kanë ndaj komunitetit në saktu. E mendoj që kishte me qenë shumë e mirë, po kisha edhe një pyetje. Sa i përket pjesës që përmenet edhe pjesës universitetit, si qëndron puna rreth shembull mësimdhënësve, a janë gjithë që i dinë edhe gjuhët e komunitetit apo shumica janë vetëm shembull të kualifikuar një mësimdhënës, një profesor i cili është për paralele turke, di vetëm gjuhën turke apo di edhe gjuhë tjera që mund të ndihmojë edhe të tjerët. Po, si që përmenda më herët, Universiteti i Prizrenit ofron studime në gjuhët mësimore bosnjake, turke, shqipe, që janë këto lokale dhe ndërkombëtare, gjuhë angleze dhe gjuhë gjermane. Shumica e profesorëve që ligjerojnë në gjuhët mësimore turke ose bosnjake janë të kualifikuar të ligjerojnë vetëm në këto gjuhë. Kemi profesor, por një përqindje shumë e vogël, mund të them diku 20% e profesorëve, që do të mund të ligjeronin në 2 gjuhë. Do shta shqipe dhe bosnjake ose shqipe dhe turke, po është shumë vështirë me gjetë profesor për shembull që e ka nivelin akademik që do të mund të ligjeronte në gjuhën bosnjake, turke edhe shqipe. Unë ligjeroj për shembull edhe në gjuhën mësimore shqipe, do të ligjeroj. Faktikisht shumicën e kohës e përdori anglishtën, unë jam profesor i anglishtes, edhe tentoj që gjatë gjithë kohës të komunikoj anglisht shkaku i përvetësimit gjuhës angleze. Po ndonjëherë instruksionet japim në gjuhën shqipe ose në gjuhën bosnjake, kur mbaj mësim me paralele në gjuhës bosnjake. Kemi modele të ndryshme sa i përket arsimit kur kemi shumë gjuhësi. Kemi modele për shembull në Kanada është vend shumë gjuhësh. Pastaj kemi Zvicrën. Edhe sistemi arsimor është i rregulluar ndryshe. Mendoj që duhet bëhet studimi edhe do thotë të vim me konkluzione të qarta edhe rekomandime të qarta për drejtorinë ose për Ministrinë e Arsimit në të ardhme se çfarë modele do të donim të implementonim për shumë gjuhësi. Nëse dëshirojmë të kemi për shembull klasa shumë gjuhëshe, ku do të mund të ndërvepronin komunitetet ndryshme, atëherë edhe mësimdhënësit do duhet të kishin disa për shembull të jenë njohës të gjuhëve respektive, ose të gjenden metodat, modalitetet që një klasë shumë gjuhëshe do t'ishte e mundur të organizohet. Shembull, si qëndron pjesa e materialit mësimor që e marrin studentët të komuniteteve? A mund t'i qasen gjithmonë komunitetet materialit mësimor në gjuhën e tyre, apo duhet t'i përkthejnë ato në gjuhën e tyre? Nuk kam shumë informacione për arsimin para universitar, po aq sa di, tekstet shkollore në gjuhën e komuniteteve, për shembull në gjuhën bosnjake, janë të sinkronizuara me librat që vijnë nga Bosna. Ka dhe libra të cilat përkthehen, janë autor të ndryshëm të cilët kanë punu në këto që janë senzitive, si për shembull abetarja ose gjuha, ka autor vendas, po një numër më i madh do të thoja importohen nga Bosnja ose nga Turqia. Sigurisht që
komunitetet ose njerëz që janë të kësaj fushë do duhet mendonin edhe të aktivizohen faktikisht më shumë, normalisht përmes institucioneve që i kemi, apo edhe të krijojnë kapacitete edhe të ketë botime 100% vendas, edhe pse është ndonjëherë dëshira është, mirë po mundësitë edhe kapacitetet nuk janë. Faleminderit shumë, profesor. Faleminderit shumë për kohën dhe për këtë bisedë aq të këndshme dhe aq të veçantë. Të dashur miq, me kaq e përfundojmë misionin tonë që e kemi sot në kuadër të Loyola Lingua Lab. Nga unë Dioni, faleminderit shumë, shihemi në episodet e radhës.